Ta them të vërtetën, unë nuk di momentalisht se ku gjendet ky propozim ligj, po unë shpresoj se është në parlamentin e Malizit. Nëse këto propozim ligje me sens se janë më shumë, janë pranë parlamentit Malit të Zi, janë disa mundësi. Një mundësi është që të kalojnë në këtë mënyrë. Mundësia tjetër është se deputetët atje, kemi edhe deputetë shqiptarë që përmes amandmenteve të bajnë edhe këto ndryshimet të cilat i kanë treguar, domethënë siç është çështja e emrit, siç janë disa çështje të cilat i thamë se mund të jenë kontestuese apo janë edhe kontestuese, domethënë në lidhje me këtë komunën e Tuzit, respektivisht komunën e kryeqytetit Podgorica. Kjo është domethënë një mënyrë. Nëse unë nuk e di se si janë planet e partive politike shqiptare në Malsi, edhe me zjerë, por nëse është kjo një shkallë, një rrugë, domethënë që të mundsohet nesër, nëse kalon flasim kjo në parlament, të shpallet referendumi, nëse është shkalla tjetër, domethënë shkalla e tretë, ashtu të quajmë, që të thirret në këtë ligj, në këto ligje, çka e mundson domethënë shpalljen e referendumit nga Kuvendi Komunal i Komunës Tuzit, dhe të vazhdohet domethënë që të shkputet fare nga komuna e Podgoricës, unë nuk e di, por nëse është kjo mund të jenë domethënë një mënyrë e zgjedhjes këtij problemit. Mënyra tjetër është se mos të kalojnë ky propozim ligj, dhe do të kthehemi aty ku kemi qenë më përpara, dhe ajo nuk kupton se të fitohet komuna përmes referendumit, por edhe aty do të lindin pra problemi i ligjit mbi kryeqytetin, sepse ligji mbi kryeqytetin nuk e parashikon domethënë shpalljen e referendumit për një pjesë të territorit, por për krejt kryeqytetin, kështu që apropo do të vendosin edhe qytetarët e kryeqytetit Podgorica për mbi statusin e Malsis, domethënë këto janë domethënë disa çështje, por sidoqoftë që ishte kanë zgjedhje edhe më mirë, me referendumi bëhet vetëm në territor të komunës urbane. Këto janë mund ta lexoni atje. Në Trev, ku formon komuna, po. Komuna. Domethënë kështu, ishte kanë më mirë për Malsi. Kemi pak nasi të madhe edhe nga diaspora, edhe nga persona domethënë edhe nga diaspora, kemi pas edhe ekspert tonë, cilë domethënë shqiptar kanë treguar mos kënaqësi, domethënë kemi aty profesor Berishe, profesorin Camaj, e tjerë cilë kanë shpreh pak kënaqësitë e tyre duke u analizuar këtë propozim. Por do ta them unë dua ta ndërlidh këtu. Po, vetëm dhe një fjali, një mendim, domethënë çka ishte kanë më mirë për Malsi. E dim zgjidh, domethënë, nuk është gjë e re, nuk është një shpikje të ujit të zetë, por ishte kanë më mirë se ti të themeluar si është themeluar Petnica, siç po themelohet Gucia apo themeluar nuk di ende fare. Bëhet propozim ligji mbi ndryrimin e organizimit territorial dhe themelohet edhe komuna e Malsis. Por këtu janë interesat e ndryshme sepse duhet ta keni një gjë të qartë. Malsia është shumë afër Podgoricës. Mund ta merrni këtë hartë në cilën e ka Muhamedi dhe shikoni domethënë territori i kryeqytetit Podgorica dhe territori domethënë i Malsis vjen deri te kurrja shumë e madhe e kryeqytetit një shtetit. Kështu që ta dini domethënë janë interesat e mëdha politike dhe këtu luhen lojra të mëdha se përndryshe ishte Malsia Petnicë besoj se deri sot i të themeluar si komunë. Kaq. Shpyetja e radhës është çka mendoni lidhur me deklaratat e diasporës të cilat shprehin pak kënaqësi lidhur me situatën e krijuar. Si e shpjegoni ju këtë? Është konkretisht për ata të cilët Shqiqoni, zhonjeri ka drejt të shpreh mendimin e vet. Edhe ata dy doktora shkencash, edhe qytetarët e thjeshtë, po ata njerëz që veprojnë atje larg nga vendindja mundohen në çdo mënyrë ta ndihmojnë për çdo ditë më tepër këtë Malsi. Por duhet marrë parasysh edhe atë pjesën tjetër që thotë edhe dikush nga aspekti i shkencës apo i dijes të qeverisë lokale. M'duket se keni lexuar para disa netëve një propozim të profesor doktor Mehdi Hyseni, nuk është thjesht për ta mohuar nga se është njëri nga ata që ka qenë këshilltar i delegacionit të Kosovës në Rambuje, e unë vetëm duhet të citoj disa fjali. Gjaja më e lehtë është të manipulosh dhe të thuash malsorëve të Malsisë dhe Tuzit mos pranoni propozim ligje të ndryshore, por atëherë imponohet pyetja. Pikërisht ajo që po themi edhe sot. Cila është alternativa për ndryshimin e statusit të komunës Tuzit? Mos është problemi i emërtimi, jo ndryshimi i statusit të komunës. Do të thotë ne shumë lehtë nëse shkputuna në këtë mënyrë dhe kemi ardhur deri në shkallë që pranon edhe avokati. Dhe kemi sjell referendum, por një presion i tillë. Kemi mendimet e diasporës, tri shoqata pa nënshkrim të kryetarëve, pa vull të shoqatës,
vetëm një deklaratë. Ne kemi të 3 shoqatat, një deklaratë që na ka ardhur në televizionin tonë, të 3 shoqatat të bashkuara dhe reagojnë, janë të pakën aty në situatë. Sot mund ta skenoj edhe unë këtë, por unë doja të shoh ashtu siç do shohin edhe të tjerët, ma mërmendja, shohim edhe kush është kryetari, kush janë anëtarët e shoqatës. Ne po po mshefemi, apo jemi shumë transparent. Dalim, të vinë edhe këtu, debatojmë për këtë çështje. Të debatojmë. Zoti Gjokaj ju tha mendimin e Agron Maxhunit që është ekspert i veçeverisës lokale në departamentin e veçeverisë lokale të Kosovës apo veçeverisës vendore. Unë thash që do të ndalim vetëm nuk do të ekspertë. Duhet ju them këtë. Janë me interesin ose kanë mbajtur qëndrimin tuaj, por gjithashtu duhet ju them këtë. Deklaratat e tjera, siç përmendën deklaratat mos e friksoni ju askush këtu, mos tentoj ta friksoj pjesën e diasporës me ata që po bajnë iniciativa qytetare. Iniciativa qytetare ka marrë pjesë paku 3 herë në Kongresin Amerikan për këtë çështje. Iniciativa qytetare së bashku me të tjerët ka hartuar letrën e cila është drejtuar Eliotit në 8 faqe. Të gjitha këto ne kemi transmetuar edhe në dokumentarin edhe kemi edhe deri në fund, unë ju thash në fillim. Një fotografi blen më shumë se sa deri në fund. Do të qëndrojmë aty që pasjell komunë të plot nuk dorëzohemi politikisht, ju them qartë. Ky ka qenë hapi që kemi kapërcyer dhe kemi arrit të shkpusim atë zinxhirin e fortë që na ka mbuluar vite me radhë Podgorica për ta mos na mundsuar as respektimin e territorit, por kemi një trev, e din edhe Nikola se ka qenë kryetari i kuvendit, nuk kemi territor, kemi trev, nuk kemi buxhet, po kemi plan financiar, nuk kemi mundësi të planifikojmë hapësirën as bëjmë investime, nuk kemi kompetenca dhe nëse më lejoni, po nuk kemi kohë. Unë ju kisha lexuar taksativisht kompetencat e komunës sashme, kompetencat e kuvendit. Nëse shihni dallim, e ka si që mendojnë se kemi edhe mate përse komuna tjera. Në rimbursim apo mbështetjen e buxhetit, ne kemi dalur edhe nga buxheti i kryeqytetit për hir se së bashku me Nikolën i kemi hartuar këto vretje. Do të thotë vite me radhë kemi projekte të pa realizuara në kuvendin e komunës urbane, në treven e komunës urbane. Vite me radhë janë marrë mjetet, nuk janë realizuar. Dhe faktikisht për të provuar vullnetin e ekzistencës, a ja vlen kjo vote ashtu quajtur të dyfisht, kemi hyrë në këtë që të marrim edhe nga buxheti i kryeqytetit, themi në atë masën e buxhetit operativ, po në marrëveshje që do të arrihet në mes kuvendit të komunës dhe të kryeqytetit. Nëse edhe këto dështojnë, nuk është çështja e jona sonde që jemi këtu, po e shumicës parlamentare të asaj komune nesër, se ne dëshojmë që zgjedhjet e para lokale të organizohen sipas këtyre ligjeve, jo sipas ligjit të vjetër. Se do të shtrohet pyetja atëherë, ajo vote dyfisht ekziston edhe në komunë urbane. Ne vetëm për hir të asaj ka mbetur komunë në kuadër të kryeqytetit në fusnot. Në fusnot do të thotë në kuadër të kryeqytetit. Nikol, mund të qeshësh po fusnot apo kujto diçka tjetër. Ja. Kjo është çështja. Flasim për fusnotën e Kosovës, mbledhet nga Kosova. Po, që ashtu është edhe Kosovën, edhe Kosova ka pas rezistencë që mos jetë kështu siç është. Por sot ka shkuar diku të marrë paralele për diçka tjetër, ajo çështja. Nuk e di, ka shkuar, nuk e di kush ka shkuar me ba. Por neve do t'i qëndrojmë edhe diasporës në fjalë pasjell komunë të plot. Nuk i dalim kësaj çështje në fund. Sa herë që keni patur fjalën ju kemi respektuar. Në drejtim ke përkrahin e plot për si komunë. Gjithmonë zoti Gjokaj. Gjithmonë. Pa rezervë. Por Nikol mos ta them punën e pendimit social. Ju lutem të respektojmë edhe pjesën tjetër. Çështja e referendumit konsultativ, që tek e kemi avokatin, merret me çështje edhe të veçeverisës, edhe aspektin ndërkombëtar. Ai nuk është një emision po patjetër. Me Nikolën në Sanxhem, vetëm me dorza. Gatishmëri. Me dorza. Po zoti Kajoshe. Pyetja që lidhet me diasporën. Do thotë me siguri ta afërmitan që tonë jashtë i dëshirojnë të mirën vendit tonë me siguri, por duke se janë dezinformuar deri diku. Apo më shumë ka të bëjë me deklarata politike se sa është reale në terren, themi kështu. Nëse ata me vërtet e kanë marrë këtë version, e kanë shikuar dhe analizuar, nëse janë edhe juristë, atëherë me vërtet gabimi kanë gjitha informatat apo dezinformatat. Seriozisht po them. Se me vërtet, thotë që dikush ka dezinformuar, po diçka është problemi, më shumë ka të bëjë me deklarata politike, se sa që ka të bëjë me realitetin në terren sot. Kjo i bie që gabon edhe zoti Gjelosha, gabon edhe zoti Cama. Me fal që tash po do më lidh diçka. Me një shkurtë ka takimi i fundit të Unë Zyre. Gjithë jemi dakord do përveç Cama s'ka marrë pjesë.
kujtet sa me të konfirës, ke dashmar, ke tha po, do më imi dekordua, me një shkurt, nuk o ke ka herë. Me 2 shkurt nuk e është publikuar nga në alternativë se në Malësia Urage, ky tekst. Si pranueshëm, si ideal, si shkëlqyeshëm. Jo si pranueshëm, po njoftuar me propozimet që janë lënë në qytetarë. Do të po. Kurse nuk po se ke pranuar nëse se publikon je transparent me qytetarë, këto janë propozimet. Transparencë, jo se ke pranuar. Po ne kemi pranuar të vetë, me një po. Nuk është se. Si pranua, çka ka pranua? Po ne kemi version. Na kemi gjithë na kemi çuar rekomandimet. Jo me një ke pa përfunduar krejt. E marr vesh time me një shkurt. Me një shkurt i kemi çuar në mail rekomandimet. Ka me Xhiros na kanë. Podgorit. Do thotë me një shkurt ta ka pranuar me krejt. Me një shkurt e shtunë okay, mramin takim të unë zyre. Tashmë ani pse çka më bën ndërkohë për gjatë natës nuk do me kanë aty ne. Po shkoni ka zgjidhja tjetër alternativa. Nuk ka ndryshim gjatë natës, ka ndryshim qysh më të parë në ditë për takimit të parë, qëndrimit tonë për çështjet që kemi diskutuar që s'kem nevojë me i fol për ditë as me përsit, aty janë të qarta. 1 emri, 2 mënyra e inicimit të këtij draftit. Do thonë unë vjetë të kësë 4 herë për diskutojmë këtë çështje, 4 herë për përsëris këtë çështje dhe pra po duhem na mund këthyën në të njëjtë. Në këto janë qarta qëndrime për këtë çështje. Për diasporë, absolutisht respektojmë qëndrimet e diasporës dhe ne gjithmonë jem munduar që të kemi një koordinim politik me diasporën gjatë këtij procesit, qysh se nisë procedurat, hapat, puna rreth çështjes komunës për cilat foli edhe Vaseli. Por tjetër gjë, ne sonte po diskutojmë, po polemizojmë, ka herë dhe me tonë të larta për një ligj i cili është procesua apo propozua për 16 këshilltarëve, deputetëve me rendit në rend të ditës dhe me për krah, mirë po për këtë ligj po diskutojmë, mirë po ky ligj nuk e ka shumicën parlamentare. Në thonë, ne po diskutojmë, është i mirë, nuk është i mirë, është pozitiv, është negativ, na po shatona për diçka që nuk është real që të fitojnë për krahjen në parlament. Pse nuk është real? Pse ke filluar bisedime? Pse nuk është real? Pse ke filluar bisedime? Sepse partia me cilën kemi biseduar nuk e ka sigurua shumicën për këtë çështje, edhe janë ka kushti numër 2 që e kemë lanë gjithë bashkë, kur jem ka në takim për bashkë. Cila është alternativa kjo më mirë? Cila është rruga më mirë? Nëse s'kalojnë ligjet pse selsoni pushtetin. Është gazetare Vasilja, jo Luzmerada. Ju përgjigjen pyetjen time. Cila është alternativa më mirë? Alternativa, domethënë, qëndrimi ynë në qoftë se nuk është këto 10 ditë ky procesuam, alternativa shqiptare kanë pa përfaqësuesin e vetëm në Parlament Malizio dhe kanë marrë qëndrimin për çështje këtij ligji, do të intervenojmë me amandamente. Me këto qëndrime që i kem sot këtu, mirë po sendja... Në qoftë do ndryshohet do bëhet emri Malsi? Pse flitni kundër vetvetes? Nëse procesuan veprohet me amandamente. Problemi është vetëm tek emri? Tek emri edhe mënyra se ne nuk mund të jem propozues të këtij. Nuk jem propozues të këtij akti sepse ne kem programin e partisë politike, i cili është i qartë për tirat cilat foli Vaseli, pyeti Vaseli në vend të Esmeraldës. Alternativa shqiptare ka punuar 2 rezoluta në parlament dhe do të respektojë derisa jo në parlament por kuvend. Në kuvend, më fal, në kuvend të subjektit të vet politik. Na nuk e marrë nuk diskutuar, nuk polemizojmë me qëndrimet të kuvendit partisë, që të janë ka kuvendi i fundit. Duket mkati i madh që lojnat politike të mbrëmshme të subjekteve të caktuar me këtu më fort po ndikojnë ajo interesi i disa votave për të fituar disa vota se ajo çka është e mira e qytetarëve këtu. Nuk ishte me dasht që në këtë moment jo iniciativa po fito vota se PK krija unitet bashkë me Unionin e Listën për TUS ose ne po bashkona Nikolës i cili doli nuk e di pse. Jemi fushat për vota tash. Për pos Nikolës ka për mat kush vota. Kjo gjë, u mënoj. Kjo gjë u mënoj se është mkat që ne në moment kur është dash të jem unik edhe të tregojmë edhe opinionit malazes, që jem unik në këtë qëndrim, se edhe të mundona të apelojmë, të lobojmë që të kalojnë e parlament u prish kjo unitet. Kom keq që unitetin që kjo pjesë që e prish,
edhe mendoj se nuk ka me kalua, edhe ka kërkuar nga partia e pushtet kalueshmërinë, që të siguroj kalueshmërinë, kush është ajo, cila parti është ajo që e pengon kalueshmërinë? Është sigurisht Fronti Demokratik i përbën pe atyre personave që kanë ojnua, kanë paj të lidhur as si duash kur është pranuar Kosova prej Malitzi. Ata nuk e pranojnë. Ata nuk duhet me pranua edhe shiqo. Nuk ka vokabular, nuk ka lidhje me vokabular këtu. Këtu ka lidhje me realitet. Nëse ne jem ky zotëria si po flet, ka shkuar marrëveshje me DPS. Edhe ka bisedua për një komunë katër kryeqytete. Tash të mohoj çka don. Te natës unë aty jam këtu jam ka prezente edhe ti flas. Tu kem te dëshmitar. Unë nuk e mohoj. Mirë, por duhet dallojmë dy çështje. Apo mos e ndërhyj. Në lidhje me deklaratat e diasporës. Intelektualt mu i përshëndes gjithë ata që munohen në mënyrën e aq sa mundin edhe sa dinë në atë aspektin e vet profesional të japin ato kontributet e veta. Ndoshta në një deklaratë të zotit Berishaj pyet aty e kam lexuar ligjin dhe pyet ku janë vreshtat. Toka është e komunë Tuzit, vreshtat mund kush të ketë interes me i ble ato. E më vjekes një doktor shkencë është domethënë e bën një pyetje, por gjithsesi kishte deklaratë tjera ti zoti Ivanaj që nuk kanë as vleras me i komentuar, më thënë drejt. Mos për mi komentuar se ata nuk kemi prezant, po në përgjithësi për pak nacinë e tyre. Po hajde, shojmë këto. Po kthehemi te deklaratat që vijnë nga jashtë. I favorizojmë ato që na shkojnë për shtat, nuk i favorizojmë ato që na kundërshtojnë. Të njëjta këto deklarata nga diaspora, po thjesht nga të njëjtat adresa, madje edhe terminet e paguara me ka 2 orë për të njëjtëve individ, janë emituar këtu me terminet e paguara kur janë për krah të zotrinjt. Të iniciativës. Pra, më falë, domethënë, kujtohet në zgjedhjet e kaluara, një 2 orë këtu termini i paguar, i udhëhequr nga doktor shkencësh kështu me radhë, domethënë që ka shkon favor. Tash ato deklarata nuk na shkojnë për shtat. Pse? Sepse mbrojnë një qendrim pas të cilit rrinë edhe zotrin deri natë para se e kanë nënshkruar, lexoni gjitha gazetat, absolutisht e pranueshme vetëm komuna e plot. Edhe unë duhet besoj se nuk do të ndalin aktivitetet për komunën e plot me këta. Nuk duhet dyshoj një drejtim të tillë, por do ta kemi të qartë gjë. Edhe zotnia Mehdi Hyseni, që e kam kontaktuar personalisht e kam folur me të. Edhe Agran Mazhuni që nuk kam folur me të. A ke bin? As e kam bind, as kam provuar me bind, as kam folur me të për atë çështje, por kam folur për kë. Derisa Kosova ka bërë biseda për pavarësi, a ka ku duhet dikush tjetër shkojë të bëjë negociata me dikën për diçka më pak. E Serbia kitë dhënë miliarda, miliona më shkoi dikush me negociuar me ta, që Kosova do bëhet pjesë e Republikës së Serbisë për shembull. Ka qenë pa pranueshme. E njëjta gjë ka ndodhur këtu natyrisht analogjia merret se natyrisht për masat janë shumë më të vogla komunë me shtet. Gati. Pra po them, analogjia gjithmonë vlen. Pra për negociata. Ne kemi të hapur një front ku flitet për mbajtjen e referendumit. Çfarë marrëveshje të kesh fjalën fal. Ku flitet për mbajtjen e referendumit, ku 3 herë zotrinjt na premtojnë në Tuz, kush me gisht këtu, kush me gisht aty. E zotëria peshos sa ma problem me ardh fronti dikush tjetër se këta që sot u kërcënojnë pushtetin Nulqin. E thonë do të shihni ju. Edhe unë duhet ta përkrahi asoj politike dhe t'ja mbaj çadrat atij soj pushtetit. Jo zotni. Unë unik në çadrën e DPS-it nuk futem. Tu kanë nikë gjëra aty tu kanë. As në çadrën, as në çadrën kur kujt tjetër, për post në qoftë se jem unik, që gjithë së bashku të angazhohemi pa marr parasysh cilat pozicionime janë këtë tash, të angazhohemi vetëm për ata çka është komuna e plot. Unë sa për këtë deklaratave, parimisht mendoj se ata janë në vazhdën e asaj që kanë deklaruar çdo herë, duke përkrahur nga një opcion. Unë e them se nuk bëjnë mirë, kam thënë edhe personalisht sa që jam atje, s'bëjnë mirë të përkrahin individ cili do të qoftë ai, se individ mund të lëvizin. Por opsionet, drejtimet, qëndrimet që i ka dikush është mirë që të përkrahen. Edhe domethënë thjesht duhet të them se këto deklarata që u jepet përparësi aty kur na vjen, se ajo diasporë, sidoqë që është bajagi mirë, është shfrytzuar politikisht për nevoja politike nga subjektet politike që sot deklaratat e nënshkruara e të ardhur në mënyrë se spajtohen se në farë mënyrë u kontestojnë. Pra, duhet ta kuptojmë atë diasporë ai disi ndryshe ishe gjërat. Është pak më emocionale. Ajo nuk mund të ndikojë natyrisht në politikën e përditshme, por don të jetë prezant. Në fundit, ata i kanë pronat këto.
në fund funit, të ardhmja e tyre nesër mund të jetë këtu. Dhe nuk mund të amuhojmë atë drejt që të merren, që edhe ti marrim ato deklarata si diçka të parëndësishme, pa më parasysh se të gjitha kanë qenë në rregull dhe duhet t'i pranojmë të tilla pa marrë parasysh. Mund t'ua them në qoftë se bëhet një tryezë me ta, një kontakt me ta është diçka tjetër. Edhe unë ndoshta edhe kam një sugjerim se tani urtia e malësisë nuk është sonde këtu. Është mirë që bëhet një tryezë e tillë, edhe me intelektual të pavarur, edhe me profesionistë të tjerë, edhe me sektorin civil, sepse ka mundësi të na i hapin syt. Gjithkush që punon mund të gabojë. Duke filluar nga unë, por unë them, ka mundësi që të gabohet, por derisa i rrin besnik parimit, derisa ndjek rrugën që e ke ndjekur për 23 vjet, unë dëshmoj se është një gjë e shejtë. Që i thonë parimësi. Çfarë është arrit për 23 vjet? Shumë është arrit. Zotëri, është mbajtur qiri ndezun i kësaj çështje me të cilin merremi sot, kur Shumë janë ndjek, po janë mbajtur simbolikisht. Unë po them, janë mbajtur qirin ndezun, mbajtur qiriu ndezun, është mbajtur për me ndërsa këtë flakadan që mund ta bani ju sot që keni forcën politike. Nuk ka bën lidhje demokratike, e kem thonë në deklaratën e fundit. Pse s'ka thonë? Me 96, 97-shin, këtu janë marrë votat me shumicë për një grupacion që ka marrë frym me Mushnite dhe Gjën Lulit. Edhe natyrisht se populli është emocional dhe ka dhënë votat. S'ka pa mundësi demokratike me vepruar. Me 2006-ën përshtrimet një grupacion tjetër që thotë komunë sot e jo nesër, edhe natyrisht se përkrahet. Ky grupacion. A kem shtetë të komunë sot e jo nesër? Absolutisht e kam mbështet. Nuk del edhe do ta mbështes. Son kohë do ta mbështes. Por absolutisht e kam mbështet deri pikën e fundit. Edhe vetëm ta them. Pra, pranimi, ju lutem edhe ta. Pranimi dhe përkrahja janë dy çështje. Të pranosh diçka, edhe të përkrash diçka, janë dy çështje që duhet t'i dallojmë. Pra, unë nuk e kontestoj që ta zotrin të Lezbakut ta pranojmë realitetin. Kem pranuar komunë urbane dhe kem jetësuar, se s'kem ka të mbajmë. Ai është diçka që s'mund ta ndrojmë, por ta përkrahësh është diçka tjetër. Pra, me përkrahje e ke mbyll derën që letër kërkosh diçka tjetër. Jo, more. Kush more? Po ti e ke sjell derën me vendimin të Esmeralda. Dera për të kërkuar diçka më tepër, ashtu siç e tha zoti Camaj. Me këtë rast absolutisht jo. Në fakt edhe nëse do sillet ky far ligjit, do të thotë ka mundësi të ndrosh. Do ligjit ka mundësi të thënë edhe kushtetuta që të ndrohet, jo apo themi në ligj. Por ke pyetën lidhje me diasporë. Mendoj se ishte dashur të bëhet një koordinim mes subjekteve politike shqiptare këtu dhe diasporës, me sens se siç e dimi krejt neve 2/3 e malësisë jeton atje, dhe kemi kapacitete njerëzore intelektuale edhe në Michigan edhe në New York ku janë më shumë të vendosur dhe ku jetojnë domethënë bashkëtar nga Malësia, dhe duhet kuptuar domethënë ato shqetësimet e tyre sepse ata tash 20 vite paktit me radhë presin themelimin e komunës dhe me qenë se jetojnë në një shtet që është shumë demokratik siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, aty nuk duket se ka ik shumë kohë edhe paksa po vonohen, në fakt edhe unë mendoj se e daj mendimin me ta. A ka mundësi, do me thënë që të ndrohet, absolutisht ka mundësi që të ndrohen edhe këto propozime, edhe ndoshta që adhe unë që abje koha që edhe në seancën parlamentare të kemi edhe themelimin e komunës të Malësisë, se ndoshta do të zgjetet ajo shumicë. Mendoj që në këto procese që janë vitale, në të ardhmen, spaktit, kjo është i farë propozimit im për subjektet politike, do ishte mirë që të angazhojnë disa individ të cilët merren me këtë çështje, kanë studiuar këtë çështje, kemi zotin, domethënë Joseph Dedvuka i cili ka punuar shumë në këtë çështje e qeverisë lokale, kemi edhe të tjerë nga New Yorku, për shembull kemi zotin Palokcame Lëvizjen Atlleu na bashkon edhe disa organizata shoqata Malësie e Madhe që të kyçen, koordinojnë, bashkëpunojnë dhe t'i lëm sepse jemi shumë pak, më kuptoni, domethënë jemi shumë pak edhe këtu në Malësi dhe aty në diasporë dhe të shohim se çka është më së miri të punohet në interesin e Malësisë. Po, kishit diçka përmështruar lidhur me këtë zotin Sinishta, po të kalojmë te një tjetër. Po, mundesh. Mendoj se rreth kësaj çështje është hap një polemik pak më e tensionuar se çka është nevoja. Rreth këtë propozim të ligjit, polemikat, qëndrimet e Nikols, subjekteve që kundërshtojnë këtë ligj apo nuk e përgrajnë, e drejtë e çdo subjekti politik është me vepru ashtu siç mendon se është e mira e asaj dhe përsin e ka legitimitetin e vetë. Dhe aty ku të pajtohemi për çështjet që të pajtohemi, punojmë së bashkut, ku nuk i kemi qëndrimet e njëjtë, gjithkush i ka rrugët e vetë, drejtimet e veta, dhe për këtë unë kam një apel që mos provojmë edhe sidomos për një ligj se nuk i ka, nuk mendojmë se do të fitojnë një shumicë për me kalua, ne po polemizojmë dhe po bëjmë tensionime politike me njëri tjetrin. Duhet shtaj.
Unë e di se dhe, po Gojqa nuk e shqyqyur atje, di se ai ka pas drafte, apo studime të arsyetshmërisë. Por si kur mos kishim besuar fort në atë që dëshrojmë komunë të plot, nuk kishim investuar në këtë draft të studimit të arsyetshmërisë e nuk e kom ba kur për 23 vjetë se është ba nga subjekti politik i cili thot se kanë ba shumë, është fakt se është mbajt qiriu i ndezun në çështjen kombëtare, por në çështjen e komunës kurrën e kurrës nuk keni ba një hap për të arritë balësia komunës. Absolutisht janë bë hap. Unë do të pari tregova aty. E ke kortesën 94-shin, e ke 97-shin, vesh lutëm. Por ka munguar forca politike. Unë mendoj pikrisht. Pikrisht do të dakordoj me juristin Gojçaj. Se kjo është një hap për të sjellë qytetarëve më afër dhe më shpejt për shpejtuar procesin e referendumit vetjak, jo të referendumit që do të organizojë kryeqyteti të jetë konsultativ, por që të ketë obligueshmëri ashtu si do të thonë qytetarët në ditën e referendumit, a duan komunë në emrin Malsi Tus, a duan Tus, a duan Malsi Pastër, ashtu do të vendoset. Dikuj si pëlqen se ja ka frikën. Kur mos ja keni frikën vullnetit popullit, ju lutem. Dhe nanën tjetër, mos ma thoni nesër se gabuam nëse kemi një trev të komunës urbane e nuk kemi teritorin e komunës si që kemi definuar. Dhe mos ta mbyllim ne derën për caktuar edhe vendbanimet të tjera, se kemi thënë edhe vendbanimet e tjera të përcaktuara me vendim posaçëm të komunës. Nëse shkojmë në treven e komunës urbane, i kemi vënë ne kapak e unë kur të vim në një emision që të kemi kohë, unë do t'ju jap edhe përgjigjet që në ka dhënë organi kompetent. Se ai thot nuk e keni hartuar në pajtim me organizimin territorial, jo, se kemi shkruar Fundnat, kemi shkruar malin e Kakarriqit, kemi shkruar Koritën, Koshticën, Rikavecin, kemi shkruar Bozhajt, sot as Bozhajt nuk ekzistojnë Hakshabanajt, nuk ekzistojnë vendbanimet që i kemi në Malsi, këto zoti Cama i din, njësoj si unë, ndoshta edhe më mirë se ka kryer funksionin, ka ushtruar funksionin e kryetarit kuvendit, ky duhet di këto probleme, por duhet flasim për momentin real, për t'ju mundësuar qytetarëve edhe një vit një jetë më të mirë se që kanë deri tani, për t'ju sjellë në prag të derës diçka që kanë mundësi ta zgjedhin vetë, por nëse dështon kjo, të ma thonë këta kanë alternativë e unë ju garantoj, do të thotë e kam thënë e përsëris. Unë gjithherë do të punoj në të mirën e qytetarëve të Malsisë. Ju do të keni alternativën, se ju keni procesuar, ne kemi dhe insistojmë, ne do të organizojmë referendum përsëri ashtu si që ne ka ligji. Nëse shef dikush guxim dal jashtë kornizave ligjore, të marrë dhe të dalen mal, ashtu dhe për 2008 kur se kemi organizuar referendumin. Apo tu mos më dalë kornizës ligjore, ke pas atë ligjë? Edhe atër ta ka dhënë ligji. Jo, atër s'ke pas ligjë. Merre ligjin për referendum. Atër s'ke pas ligjë. Thot për pjesën e komunës. Atër s'ke pas ligjë. Absolutisht s'ke pas ligjë. S'ke mujë me shpall ti. Ka mujë po të golita, por jo ti. Ka mujë me shpall. Jo ne, jo komunë. Kisha u diçka nga ne. Na kishim sjellë vendim kuvendit kryeqytetit. Po Gojça ti nuk keni dash, vaselacion. A ban vetëm lidhje me këtë. Kem pas me zotit Gojça disa fjalë. Po s'ke Po më vjen mirë si zoti deklarata, vetëm një sekond. Deklarata pas kum dalë me deklaratë. Çfarë sa deklarata ke këtu? E ke sjell diçka tjetër. Unë pas kum dalë me deklaratë, s'pas ka pa hapësirë për diskutime. Që 10 deklarata këtu që pranon vetëm komunën e plot, është diçka tjetër. Dallohen nga deklarata e konceptit për cilin jemi garantuar. Prej konceptit ne kush kemi lëviz. Kur? Lidhje me komentet që jashtëzakonisht mira i përshëndesit zotit Gojçaj. Ka lënë disa mendime që ku janë dobësit, edhe ato dobësit u i parë se nuk janë aq argument aq i fortë që kjo mos të kalojë. Edhe ajo ishte gjë mirë që e thënë nga një ekspert i tillë. Se mos ka provuar edhe çka është e mirë kjo është vetëm një shkallë më nalt që të kapim atë komunën që e kemi natë dëshiroshme nga që shka herë, që fillimin e demokracisë këtu në Maltezi. Një gjë, është e papranueshme deklaratat e dy subjekte e cilat e kanë legalizuar komunën urbane. Lidhja demokratike ka qenë pushtet e kem pranuar. Edhe alternativa e kanë legalizuar. Së bashku me aktivitetet me Angel Gojçaj kur në zyrën ato na bashkon, pak ka shumë disa mendime të tjera ndoshta i kem pa. Lidhje me këtë komunë. Që mos të hyhet në këtë komunë të bojkotohet, po të ecet të para. Kanë pranuar diçka më pak sot një komunë de facto
komunë si komuna tjera në Maltezi përveç një momentit në 1/4 është absurd, bile në fundit edhe do të them njansë, ajo kjo është kjo. Po dallimi është kur futet në pushtet, rrogat e marrë me 13 punësuar handikepi në raport me sot, kur gjitha sekretariatet, do të them, këtë është dyftërsia politike e besoj si do të merra poshtë punë. Natyrisht, inshallah. Esmeralda, puna e qendrimet juaj. Puna e qendrimet juaj. Angela, mundi sekond, vërtet më thonë që në 2008 për alternativa shqiptare, domethënë nuk ka legitimua ka një grup tjetër politik, domethënë pas kjo. Ne kanë interesa politike këtë lojë për të për qytetar, domethënë për të thjesht këtë si informacion vetëm se një gjë, domethënë për alternativën shqiptare. Për përgjithësi edhe herë është e papranueshme që çështja e emrit, e identitetit dhe të kaluara jo në vonë referendum. Se kemi marrë vesh për emrin Hebor. Këtu lind një pyetje, e besoj e gjithë këtyre persona. Pse ka antagonizma mos marrëveshje? Unë besoj vetëm për një arsye. Edhe e dinë edhe krejt qytetarët e Malësisë. Kemi tepër shumë subjekte politike. Duhet zgjedhur një mënyrë se këto subjekte, se shihni këtu mendojmë se kemi shumë persona, por në fakt Malësia nuk ka nuk ka. Këta persona duhet më bashkua. Kur të jenë bashkuar, kur të jenë unik, kur të kemi dy subjekte mas shumë të Malësi, nuk do të kemi këto antagonizma. Ndërsa ata dini edhe në familje nuk mendojnë gjithë njësoj. Atër mos të flasim politiku, gjithë të ftojnë për atë tregun e politikë se të marrin sa ma shumë. Tash i kemi edhe votat lokale para neshëll të dini se këta kapa, do me thënë e bajnë edhe propagandën e tyre politike që të vinë deri te votuesi dhe depërtojnë se të marrin sa ma shumë vota, do me thënë dhe të tjenë nesër në parlamentin kjo ftaj i komunës të Tuzit e kryeqytetit apo komunës urbane të Tuzit, çka shpresoj çfarë do zgjedhjet që të jenë zgjedhja më e mirë për Malësi. Zgjedhja më e mirë për Malësi është komuna e Malësisë. Unë kam menduar Malësi Tuz sepse siç e dim ky territor kjo është Malësi, nuk mund ta emëroj një emër tjetër apo diçka tjetër sepse Sukruci nuk është Tuz, por Sukruci është Malësi apo Hoti apo Trebujini, Llana Silltas, edhe Tuzi mos hupet me se është qendra, si me thënë qendra e qytetit këtij territorit dhe kam menduar edhe ky ka qenë një propozim nëse s'gaboj i Lirikumit në krye me Kol Camaj le Gjon Sinishtaj, cilët e kanë dhënë një far propozimit po bajnë siç bëjnë domethënë në Italinë Veriore, respektivisht në Gjermaninë Jugore, ku i kemi domethënë ato treva atje që i kanë dy emra. Ndoshta për Malëzi diçka është po Alto Adige ato pjesë veriore të Italisë. Domethënë për Malin e Zi diçka ndoshta është e re edhe pak sa e çuditshme si të kenë këto viza, por kjo është domethënë një praktik që është e pranuar në Bashkimin Evropian. Dhe me qenë se Mali i Zi tenton të afrohet Bashkimit Evropian, duhet këto përvoja ti respektojnë, por edhe ti implementojnë sepse kjo është koha, momenti kur Mali i Zi negocion me Bashkimin Evropian me dy kapituj 23-24 që janë kapitujt më të rëndësishme dhe më të vështirë që ti kalojnë kur të marrin notë kaluese, se pe shihni ju vetë çështjet për shembull kemi të Bostis ku në rast Sedic Finci vetëm se kanë kërkuar domethënë të dalin në vot një pjesëtar i romëve dhe një pjesëtar domethënë një izraelit ka kërkuar që të marrë pjesë dhe të zgjidhet në një parlament, nuk ja ka mundsuar me sens se nuk ja ka mundsuar kushtetuta e Daytonit dhe këtu duhet kërkuar sepse gjykata evropiane e drejtësisë ka thënë jo, kanë të drejtë edhe këta sepse përndryshe janë diskriminuar. Këtu duhet shikuar domethënë gjithë këto. Ne kemi të drejtë si popull autokton. Ata thënë me plot edhe edhin gjithë e din shumë mirë. Domethënë kemi të drejtë që të kemi një veçevrisje lokale, sepse jemi popull autokton, domethënë se po thot Nikola të plot, nuk ka plot, gjysmë me plot e gjysmë sepse ligji këto nuk i lidh, por thjesht kemi të drejtë të kemi një komunë, një veçevrisje lokale ku të drejtat dhe detyrimet e tona do t'i realizojmë brenda një territorit administrativ. Domethënë nuk po kërkon kush as rajon, megjithëse kemi edhe rajonet në Bashkimin Evropian, as nuk po kërkon kush domethënë themelimin e një farë republika apo diçka tjetër, po thjesht një komunë sepse kemi komunë Plozhinën, kemi komunë Zhablakun dhe shumë komuna të tjera Shamnikun, të cilat mund të unë jam masi bindur se nuk i plotësojnë kushtet elementare që të themelojnë si komunë. Kemi themelimin e komunës të më të re, e cila është komuna e Petnicës, që po ashtu mendoj se i ka kushtet 10 herë më të dobta se sa Malësia. Kemi dëshmuar me disa elaborate, kemi pasur elaboratin e zotit Vlahovic, kemi vazhduar ne me elaborate përmes lëvizjes të na bashkojmë ku kemi dëshmuar këtu të Lëdinster Department se Malësia plotëson i ka gjitha kapacitetet se themelohet me komunë më tutje kemi elaboratin e zotit Sinishtë, kështu me radhë, domethënë tash sa janë pjek gjitha kushtet, vetëm duhet edhe pak sforcë, si më thënë, edhe politike, edhe vullnet, edhe kam ngulje që të vim deri te komuna plot.
Cila është kjo sforca atë politike, këmbgulja, cilat? Kjo është pyetje që do të vazhdua unitetin jashtë do të thënë, edhe unë mendoj edhe që shkrihen në një subjekt apo eventualisht dy subjekte politike sepse kemi 7-8 subjekte. E kuj një lëshua? A me i lëshua i voglit madhit a i madhit voglit? Duhet në shtëpi, duhet të një zotë shpijet, jo disa... Po kush është zoti i shtëpisë se problem? Këtu qëndron problem. Pse nuk kem vetë Fadil ka josh ai problem si një 3 votues pa i zgjidhin votat. Pse keni problem, ata problemi signifikativ. Ju mund të keni kollaj. Po kem problem. Se mund të keni ju se jam unik në këto gjëra, këto çështje. Ja, DPS-i ka ma shumë çështje interesante. Ne nuk kemi probleme të tilla. Edhe kështu si po veprohet relaksim pak se jo. Tek një temë që ka dalur sot, si reagoni ndaj deklaratës së kryeministrit malazez që Partia Demokratike e Socialistëve do të sillet ndryshe ndaj partive shqiptare. I është drejtuar me sa di do të thotë Ulçinit dhe situatës në Ulçin, kryeministri i Malit të Zi. I përgjigje. Nuk e ka thënë do të thotë drejt për drejt, po indirekt ja u ka thënë çështjes të subjekteve shqiptare, mendoj edhe unë si ju se ka pas mendjen tek komuna e Ulçinit. Zotëria duhet pikërisht ashtu si ka lëshuar deklarata e Këshillit Nacional i Shqiptarëve të mësohet se forca e re demokratike dikur kishte 11 këshilltar e jo 9 sa ka DPS-i, por ishte opozit. Duhet të mësohen edhe ata të jenë opozit atje ku nuk ju takon. Dhe duhet ju përkujtoj se në deklaratën time të parë kam thënë se nuk kanë humbur shqiptarët në zgjedhjet lokale të Ulçinit, por kanë fituar. Nëse 3 subjekte nacionale shqiptare kanë 18 këshilltar e kanë përmbi gjysmën, do të thotë krijojnë pushtet, nuk është humbje, po është fitore. Kjo duket ju ka dhim ndoshta ajo që as për mua ndoshta në moment nuk është logjike që Mali i Zi pozitiv t'ju japim shtetjen e në anën tjetër është në koalicione me ato grupacione të cilat hajtë themi thjesht nuk na njohin pavarësinë e Kosovës, çdo ditë luftojnë për ta anuluar vendimin e qeverisë Mali i Zi për njohjen e pavarësisë dhe ata çka duhet të dim dhe t'i pyesim gjithë, edhe qytetarët edhe ne që jemi këtu, pyetemi me vetveten. Nëse sot doni të na pranoni këtë në minimum që është ofruar si jo optimale, por për momentin diçka më mirë shumë se komunë urbane, kush po na njeh më tepër nesër kur të vinë pushtet, tini të bindur se na duhet të shpenzojmë me ta një 10 vite për t'i sjellur në pozitë për me njoftu me problemet tona, edhe një 10 vite tjerë për t'i bindur për të ardhurit e drejtat tona dhe kështu do t'i humbim edhe 2 dekada tjera në komunë urbane, atëherë do të vëmë gishtin kokë të pyetena për ka duam komunën tash me lutem. Jo. Por duhet shfrytzuar atë që është gati për të ikur nga pushteti, për të marrë maksimumin nga ata, për të krijuar bazë të mirë për të vepruar nesër me dikë tjetër. Këto janë analizat politike dhe nuk duhet harrojnë një thënie të Hari Bayraktarit 93 në New York, kur me pyet se kanë preferon për president të Serbisë. Unë i them kushdo veç jo Miloševići. Thot jo politikën se njeh. Ai duhet mes presidenti i Serbisë, nëse shqiptarët e Kosovës duan drejtat e veta. Ne kemi ardhur në situatë që duhet kapi maksimumin nga këta, të krijuar bazë juridike dhe politike për të vepruar nesër në një ambient tjetër dhe për t'u thënë pikërisht ato që ja u kem thënë edhe këtyre deri tani. Jemi autokton, jemi në trojet tona etnike dhe duam të drejtat jo që ne po i kërkojmë ne fal, po të garantuara me kushtetutë dhe me konventa ndërkombëtare. Dhe t'i kthem kësaj se kam reaguar ndaj kësaj deklarat, do të nuk ka nevojë kryeministri të lëshojë lotet e krokodilit për çështjen shqiptare, e kanë treguar vetin edhe opozita në vitin 2011 kur jashtë marrë shqiptarëve 5 mandatet e garantuara dhe vendet e posaçme të votimit në Mal të Zi me votën e opozitës dhe të pushtetit. 71 deputet që kanë qenë brenda në sallë unanimisht kanë votuar kundër të drejtës së shqiptarëve. Kjo është piknisja jonë për cilën duhet luftuar dhe këtu kam amendamente që i kam përcjell në këtë ligj, i ka procesuar Genci, i ka procesuar edhe Fatmiri, edhe bosnjakët, por për herë të parë lind ajo që e lëshojnë sallën e kuvendit edhe bosnjakët së bashku me shqiptarët. Ky është ai rasti i fillimit të disej që ne duhet të mësohemi këtu të kemi unitet. Dhe absolutisht, prej këtij momentit, nëse ka dikush kapacitet, por jo të krijojmë pullazin në tokë e themelin e shtëpisë në qiell, por nëse dëshon dikush të punoj drejt asaj që quhet uniteti mirëfill, këtu jemi gati
edhe ndërmjetësuar, por edhe të vepruar në këtë, se kështu, si që jemi sonde të përçar, si që jemi disa ditë pa unitet, e që e kom qoj uniteti thyrë, por e kom vu në pikpyetje se ndoshta lindi shka, mas miri kryjnë punët që nesër në parlamentin e Mali Zi, elaj që ka pas një bindje për të votuar këto, thonë, pse ti votojmë ne, pse ti mbështesim kur nuk kanë unitet, as për emër, as për çështje të territorit, se po del problem që territorin se kemi pas problem deri më 21, s'pakut kështu si që kemi definuar. Kemi pas, kemi ba një vërejtje të cilin nuk e kanë pranuar. Ju kujtohet, bashkë me Minhajin, s'keni qenë datë mbledhje, shkroni atë mlla, me i nda që nga aspekti gjyqësor kanë Ajde, ti bajmë ato se këtu jeni gati për të nuk është çështje se s'ka, po hajde ta korrigjojmë se është domethënë se në aspektin e interpretimit gjyqësor të normës, se normat juridike kanë interpretime autentike, gjyqësore, nuk e di, por nëse ka dilemë tek ne të veprojmë në drejtim që ti korrigjojmë këto, po, dhe ti bajmë korrigjimet se ende nuk është procesuar në parlament, as draftet ligjore, as nuk janë bërë propozime ligjore në parlament, unë duhet përsëri se për të caktuar seancën e jashtëzakonshme, ju duhet se jemi në fazën kur s'ka seanca të rregullt apo jashtëzakonshme, 27 nënshkrimet e deputetëve mund të caktojnë dhe të ngrisin kërkesën për seancë të jashtëzakonshme. Për të kaluar ky ligj duhen 41 deputet të mendojmë për atë e të shkojmë. Po, vazhdojmë me këtë pyetje lidhur me deklaratën e Gjykanoviçit. Ndoshta ka shpresuar se po vjen pushtet në Ulqin, me siguri ka shpresuar dhe ka background se s'ka. Po në anën tjetër me siguri pas se zotërinjtë që kanë formuar pushtetin në veç pjesë e qeverisë, pak kontradiktore dhe pa absurde pak mënyra e formimit pushtetit në Ulqin. Apo ishte mundësia se ka pa një marrëveshje ndoshta me zotërinjtë Cungull e Xheka. Për atë arsye ka rregulluar diçka të tillë, se nuk është drejtuar popullit shqiptar, po drejt për drejt faktikisht në mënyrë personave në fjalë. Po. Nuk e kam kuptuar se janë drejtuar as Xheks dhe Cungut, edhe nëse janë drejtuar tyne, u janë drejtuar 2 udhëheqësave, 2 listave që kanë dalë në zgjedhjet e fundit parlamentare që kanë marrë afër 10.000 vota shqiptare. Ata nuk janë persona, ata janë lider 2 listave dhe u janë drejtuar partive politike shqiptare. Jo personave siç i kanë cituar mediat për këtë çështje. Sot këto 2 koalicione kanë marrë një takim me iniciativën e kryetarit të Këshillit Nacional Zotnik Sinan Begu në Ulqin, ku ishin prezent Nazik Cungu, Amir Hollaj, Fatmir Xheka, Mehmet Bardi dhe Xherxh Camaj dhe këto subjekte politike kanë dhënë një deklaratë të përbashkët për këtë çështje dhe nuk po dia është tepër me e lexuar, por në përgjithësi janë këto se qendrimi i Gjykanoviçit e kem kuptuar si kërcënim drejt për drejt. Subjekteve politike shqiptare, siç e tha Vaseli, arsyetimi i këtij lloji kërcënimit nuk e thirrur në vlerat universale demokratike që duhet të respektuohet sot kur janë në pyetje Partia Demokratike Socialiste, e cila nuk u respektua para 4 vjetëve kur forca i fitoi 11 mandate, dhe forca e më e madhe politike në Ulqin atë nuk u respektua, sot u respektua, këtë janë këto disa për ne zanat re, po dhe për këto opinioni kam e kënë njoftuar për mos të marko sonte për deklaratën e përbashkët gjitha këtyre subjekteve politike. E cila kam arritur në redaksin tonë dhe do publikohet në ekranin e televizionit po ajna. Në lidhje me këtë deklaratë, edhe nuk i pash ato konsekvenca që Gjykanoviçi i ka shprehtu zotëria ende është zëvendës ministër, edhe tjerë, domethënë si i gëzojnë postën e qeverinë të Malit të Zi. Janë në qeveri bashkë me partinë e Gjykanoviçit. Jam i mendimit se kjo ishte më fort një deklaratë e cila mund të lidhe me votimet e djeshme, kur amandamentet e partive shqiptare nuk u votuan, nuk u kundërshtuan edhe nga pozitiv në Acërna Agora, e cila në Ulqin për e banë shumicën. Kjo është simptomatike lidhe me pozitin e po ndihmo bashkimin e shqiptarëve në Ulqin, por ajo që është me atë cenzusin, për drejtën e arritur lidhe me ligjin për zgjedhjet të deputetëve dhe këshilltarëve, kjo pozitina po punon bajagisht shumë në kundërshtim me shqiptarët. Nuk kundërshtova asnjë lidhje me Gjykanoviçin, as me, por vetëm mirë po din se ti vetëm me Gjykanoviçin jeni vli qeveri me ta. Ja të nuk ka liçor.
Pe kundërshton, i lexoja deklaratën, na ke marrë qendrimin për këtë. Jo, unë nuk e di se kur rrivet. Lexo sa të hiqni duhet prapë. Ky shprehet kështu, errin aty me Gjukanovićin. Unë po shpreh kështu. Ke vendimin e kryesis të partisë, jemi unë pe analizoj këtë çështje se as nuk jam me Gjukanovićin, as nuk jam në pozitë qeverisë, por vetëm pe thonë këtë analizet po i bëj, po zgjidh analizet nga kjo. Në Ulçin u bë koalicioni me pozitivna e ka bani gaf të mall politik në raport me ato drejtat e shqiptarëve të arritura kur ka të bëjë me zgjedhjen e deputetëve edhe përfaqësuesve tonë autentik në parlament. Është dash pozitiv në edhe zoti Abazović të përkrah këtë ligj, të përkrah amendamentet. Sot nuk mos të më shiti ai politikën edhe në favor shqiptarëve. Pse? Ishte aty, shqiptari ishte, edhe pse në pozitiv në askush nuk e kishte larguar jashtë pozitiv në Cernagora, tek ishte e përkrah shqiptarët. Pse? Nëse Gençni Manbegu është ai që ka lidhur koalicionin së bashkut me Tan Ulçin, nëse duhet të keni edhe në fundit ai relacioni shqiptar. Ka votuar amendamentet shqiptare dia. Nuk do hym tepër. Ka votuar, nuk e di, por pozitiv na Cernagora si ka votuar. Drita Navazović ka votuar. Tërhiqi këtë. Mos më ka avokati i tij, por sa këtu dje Dritani ka votuar amendamentet. Po pozitiv në aty si ka votuar. Në një status timin amendamentet e një kërcënimi hap liderëve shqiptar, por duhet ta kuptoj se një kërcënim i tillë mund t'i bëhet vetëm dikuj që ka pas një farë muhabetit me te. Pra, një farë bisedet ka ekzistuar dhe Milo Gjukanović duke se dihet i tradhtuar dhe ai është një kërcënim i hap. Nuk është hera e parë që Milo Gjukanović kërcënon. Por duhet të them edhe diçka. E do të lidhem me këtë çka ndodh dje në parlament. DPS-i është ai që nuk ka dashur ta kalojë këtë ligj, se don edhe një herë të kalojnë, edhe herë të fitojnë zgjedhjet me manipulimet nga zgjedhjet e kaluara. Pse shqiptarët i ndihmuan që me kaluar këtë ligj? Pra, ju po akuzoni Dritan Abazovićin. Unë besoj se i kanë ndihmuar që mos të kalojnë ligji edhe vetë shqiptarët që kanë dalë pa kënaqur me amendamentet. Pra ata kanë pas drejtin pa kënaqur me mos kalimin e amendamenteve. Pajtohem me ata që diku duket e ka cek zoti Sinishte ka thënë se ato amendamente është dashur të propozojë dikush tjetër. Jo shqiptarët. Pra, por meqense ato nuk kanë ndodhur dhe s'kan kaluar, e do duhet shumë kohë që të vjet mbrapa. Është dashur me parë të lypet konsensuset i mundsohet DPS-it që përmes dëgjoja për kujdesjes për shqiptar ta arsyetojë mos kalimin e ligjit dhe në zgjedhje të tjera që të vinë të dalin përfshirë me ligjin e vjetër dhe të manipulojë sikurse ka manipuluar deri tash. Sa i përket deklaratës unë e kuptoj vetëm si kërcënim dhe nuk ka asnjë arsyetim që dikush mundet pak me zbutat atë paraqitje, por besoj se duhet të jetë kjo si një shkollë për ne. Pra, a duhet ne këtu të jemi të shqetësuar me fatin e DPS-it në Podgoricë? Allah verës në shkatorë malsi dhe nesër hub pushtetin në tëzë. E ardhëshin këta të cilët dikush nuk po i danë. Unë jemi bindur se na ma keq nuk mund na me pas. Se jemi para integrimeve, janë situatat që janë krijuar që ka mundësi. Shifni në Serbi, çka po bëjnë rrymat më radikale sërbë sot. Duke, faktikisht duke drejtuar shtetin në mënyrë demokratike, se që kanë drejtuar disa tjerë të cilët kanë pas një farë background në demokraci. Pra, mos të gënjehemi e të zhgënjehemi pastaj. Ne, në çka dallojnë raport me Kosovën? E pas kanë pranuar se është dashk. A shihni se sa kush zot Kosova tash sa vjet mund nga kjo strukturë politike për të shkëmbyer ambasadoret. Pra mos shkojmë atje. Duhet vetëm të them se kjo deklaratë e sotme, e dieshme, e ky gishti Milo Gjukanovićit që bëhet përsëritet tash 3 herë, domethënë brenda 4-5 muajve, duhet të jetë shkollë për ne këtu. Unë e di se sonde, ndoshta kemi marrë pak me këto pozicione të larguara, pajtohem me pikpyetjen e zotit Sinishtaj, duhet lehet hapësira, duhet lehet dera çilur, ata që thonë në bisedë private se ne kemi nevojë se ne jemi pak, edhe kështu sa jemi gjithë bashkë jemi pak. Por duhet gjejmë konsenzusin të jemi unik, por jo në ombrellën e dikujt që komandat i ka për të cemit, por në ombrellën e njerëzve e jekta sa jemi këtu. Zoti i shtëpisë do ta zgjidhim na vetë. Zotin Kajoshaj, Dega Unioni Demokratik të Shqiptarëve në Ulçin ka deklaruar që nuk do të bashkëpunojë me partitë shqiptare. Po ju. A deklarata herë kaluam që ka thënë? Po, duhet me di pse. Me siguri, se njëkohësisht janë, të themi, kanë ballon fjalën se do të bashkëpunojnë, do të punojnë ku kanë që formojnë pushtet, edhe mos deklarojnë publikisht çka bisedua, a njëkohësisht do të Fatmir Qeka dhe Cungu kanë biseduar me DPS mbas shpinës së Zengës. Ka zbuluar se kanë biseduar, kanë bashkë biseduar dhe kanë tentuar që të formojnë bashkë, domethënë pushtetin me DPS. Për atë arsye do të tërhiqë Zenga. Po ju. Sa probleme bashkëpunojnë shqiptar me siguri.
Ju do vazhdoni bashkëpunimin me partitë. Po normale që shohim, disi kush ka pa interesin e vet, të themi kështu në zgjedhje kur vinë, po kuptohet, atë shohim se kush sa ka dhe si ka. Unë duhet t'ju them se isha prezent në Tiranë me 15 ditën e shtune, në Ministrinë e Punëve Jashtme, i vetmi, themi kështu nga Malësia, ku ishin edhe kryetari i Këshillit Nacional, edhe 3 liderët e subjekteve politike nga Ulqini. Për fat keq del ajo që nuk kemi unitet e që Shqipëria zyrtare e trajton si parimore ose parsore ose primare, themi kështu komunën e Malësisë, edhe 2 ka qenë pikërisht çështja e pushtetit lokal apo vendor në Ulqin. Nuk kemi has, themi në mirë kuptim nga kolegu Medzenga. Për fat keq është qëndrimi i tij personal, ndoshta i din më mirë se gjithë të tjerët situatën e krijuar, por ka mbetur, unë do doja sot kishim një pushtet prej 3 subjekteve nacionale, cilët provojnë 18 sigurt, e nëse dëshirojnë të japin mbështetjen edhe subjektet pro-qytetare lirisht shkojnë, prej ma tepër nuk ish dhim koka, e unë e shoh këtë kërcënim si kushzim i mjeteve që dalin nga buxheti i shtetit në atë që quhen investime në Ulqin. Kështu e kam kuptuar dhe ndoshta fondet egalizuese, disa çështje që ende dalin nga me siguri, më falni, me siguri Medzenga njeh më së miri Ulqin akt vet. Nuk i përziem, ajo është. Jo, po them, ajo çështja e dyne, po më thënë se ne tash po duhet me emërtua Fatmirçeka ka qenë pjesë e Unionit dhe pa ku falim ka dalë ka për më shumicë, ne njohim, ata njohin mirë, din mirë për çfarë arsye ka dalë me siguri. Ne dëshirojmë të dinim ju. Ka problem, me siguri do ta shkundoj, besoj se po. Do gjejmë mirë kuptimin mes njëri tjetrit, s'ka problem. Shpresoj thotë tash. Lidhur me situatën për të cilën dhe për temën për të cilën kemi diskutuar, cila do ishte zgjidhja më e mirë që të ishim të gjithë së bashku, të mos ishim të përqarë si që jemi sonte në studio, por të ishim të bashkuar. Shqiqoni, një unitet ka ekzistuar, ne flasim për atë, edhe foljem. Nuk ekziston për momentin, do të dikush e ka ndezat fitilin e përqarjes në një mënyrë ose tjetër, nuk kemi pas nevojë të alarmojmë, sidomos atë pjesën e diasporës. E nuk do të merrem. Do të bëjmë një emision posaçëm, do t'ju sjellë email që është përcjell atej, edhe nga njëri edhe nga tjetri. Shohim nëse dikush mund të na sigurojë se ne kemi lobuar te dikush në diasporë për më na mbështet ose mos më na mbështet. Unë absolutisht ata që ja thanë, ne na intereson që të arrijmë qëllimin, të arrijmë qëllimin dhe të vim deri tek ajo që është zgjidhje më mirë për momentin për qytetarët e Malësisë. Nëse qytetarët e Malësisë do t'i pyetni sot e jo nesër, a doni këtë a komunë urbane, do ta shihni se cilën. Nëse nesër dalim në një referendum, a doni këtë apo komunën e plot? Do t'ju sjellim mëllat. Do t'ju sjellim, ju garantoj, por jo kështu të përçarë. As nëse edhe këtë të thënë. Edhe nëse sjellni komunën e plot, siç quhet plot. Komunë si gjithë të tjerat në Maltezi, do ta keni komunë qesharake nëse ne skrijojmë pushtet, por vjen e na krijon pushtet dikush tjetër. Për këtë duhet mendojmë prej tani e jo të shkojmë në ato që ky moment sjell një hendek edhe më të madh për nesër e besoj që është e dëmshme. Besoj se komunën si gjitha tjerat është shumë më lehtë ta sjellim me një koncept të këtyre ligjeve nëse aprovohen, flasim, por nëse nuk aprovohen ta, do doja së bashku përsëri me ata që mund të japin kontributin e vet, ta sjellim deri aty që spakut e kemi dëshmuar, e thallë Gojçaj, jo një herë, po 10 herë. E unë po ju garantoj që me miliona herë ne jemi Amerikë në krahasim me Petnicën ose me Gucin, po edhe në krahasim me Andrjevicën, Shavnikun, Plushinen, mos ju them cilat komuna. Çështja është ajo që shumë mirë, pra ta ka dhe drejtën ndërkombëtare e vren, një afërsi me kryeqytetin, një e dëshmuar tek faktori ndërkombëtar, por edhe tek shteti jam edhe në Kosovë, tek politika zyrtare e 2 shteteve shqiptare, se nëse shqiptarët ndahen totalisht edhe nuk ka vot të dyfisht, të ashtu quajtur, Podgoricën e merr dikush tjetër në dorë, ju kërcënohet pavarësia, ju kërcënohet integrimeve evropiane, euroatlantike e kështu me radhë. Na duhet një kohë shumë e gjatë për të elaboruar gjitha çështjet, por ky është një hap në krahasim me ata që kemi. Shumë më i afër për qytetarët, shumë më i afër për zgjidhje problemet nesër, edhe të emrit, edhe të komunës si gjitha të tjerat, dhe kompetencat këtu i kemi. Këtu i kemi kur kush s'po na i merr as pronë,
as vreshta t'i shfrytëzon ai që i shfrytëzon edhe deri tani, por për pronë nuk mund të pyetet dikush tjetër për post qytetaret e Malësisë apo kuvendi i komunës së mos ta la hapun. Për mua do t'ishte mirë që t'jetë Malësi tus, se nuk iritoj as njënën palë, as tjetërën besoj se është e kapshme edhe për njënën edhe për tjetër, dhe pajtojmë se nështë për Malësi është paksa e çuditshme. Malësi ka edhe anë e kufinit, edhe këne i kufinit, edhe tus ka edhe në Lievarie ka edhe këtu, por kur thuhet ku keni mësy Malësin, ku keni mësy në qendret Malësisë Tuzin. Është e kapshme, realiteti ashtu, uniteti do t'ishte i mirë do t'ishte edhe sot, edhe nesër, po si do t'jetë edhe në zgjedhjet e para lokale. Çështja e zgjedhjeve para lokale nëse mbetet komunë urbane, definitivisht, ne nuk duam t'i legjitimojmë komunën urbane më atutje. Kush don turnojnë to, presim atë që do t'i insistojmë përmes deputetit që do t'jetë atje, shqiptar, që organizojmë referendum. Por do të organizohet në treg e jo në territor. Këtë keni kujdes. Pa kuptohet, as për një moment s'ka të bëj, do thot, takimi ynë edhe me gjithë profesorët partive shqiptare personale për partijak. Dhe për atë arsye, me siguri kam ftuar 4 herë, kam organizuar 4 takime tek unë në Zyre, me të vetmin qëllim që të jetë më mirë për banorët e Malësisë. Dhe kemi shkuar se të arritim maksimumin themi për momentin. Duke përjashtuar për në çdo moment do të thotë interesat partijake veç. Por vetmi qëllim ka qenë do thotë që qytetarët e Malësisë nesër të jenë më të kënaqur në çdo aspekt. Dhe shpresojmë se ajo do të shkojmë dhe do të arritim me siguri. E njëjta pyetje për në fund. Cila është zgjidhja më e mirë për Malësinë dhe për votuesit tuaj për qytetarët e Malësisë? Zgjidhja më e mirë është komuna e plot. Po ata mund ta marrin. Ajo është që kemi dini ju një rrugë për ta marrë atë. Gjitha subjektet politike shqiptare si qëllim, që 24 vjet në pluralizëm është kërkesë, punë dhe veprim i gjitha subjekteve qytetare shqiptare për i vitit 2004-2005 me një tempo bela dhe më të organizuar për këtë çështje, të i të qenë ajo çështje aq e lehtë i të rregullua për me përgjigjen pyetje aq lehtë si i të rregullua më shpejt për se ka kohë që po veprohet, por gjithsesi insistimi, uniteti në qëndrimin politik për këtë çështje, bashkëveprimi, koordinimi edhe me shqiptar parti politike në Ulsin në këtë çështje edhe me Tiranën, Prishtinën dhe diasporën, mendoj që është realizueshime, por s'parit duhet parë fatin e këtij ligji që është në procedurë, për me vazhdua analizat dhe mundësit tjera se si marrë deri te qëllimi ai që kemi gjitha këto subjekte politike në program. U përmend çështja se këtu nga herë kushtet më të mëdha i tijet më shumë. Zoti Xhokaj përmendi diçka për punë daljet Severi, jo rrin me Çukanovicin për ditë ato çështje, domethënë që folen. Ai për dalje vetëm vetëm mos të korrigjosh. Domethënë ato janë çështje domethënë cilat në subjekte i përcaktojnë një koalicioni dhe në nivel subjektesh domethënë që kanë kryesitë e veta, që të vendosin cilat janë ato parimet e tyre me cilat ata marrin pjesë në ndonjë pushtet apo nuk marrin pjesë. Me deklaratë sot e kemi në qendrimin ton të 2 koalicioneve, me pjesë nga përpos të 2, domethënë gjithjem pjesën e koalicioneve dhe me siguri alternativa shqiptare, edhe ndaj kësaj çështje, por ndaj çështjeve tjera të cilat i ka programore, cilëna në kuvend do të sillet në bazë vendimeve të kryesisë, në cilën në pyetje hipotetike unë nuk mund të vendosi se kemi kryesinë e partisë për këto çështje. Normal se nuk do të përgjigjem në pyetjen në këtë digresion që e tha zoti Gjiloshaj, se askush me zor nuk e pan aty ku është, por pak edhe qefi, është e drejta që qytetarët do të dinë se njerëzit me zor kurkush nuk i mand. Politik mund të hysh të delsh. Nëse nuk pajtohesh, nëse të thënë parimet principet. Mund që individ në parti. Nuk je individ, si individ nuk hi si koalicion me vetveti. Telefon partia do ka pavarësisht shtirë me kuptuar se një veçnim parti. Shumë mirë kuptoj se 300 vota e kemi, beti ka 350, atë nuk di si vjen ajo punë. Të flasim për lidhje me po flasim realitetin si është në terren, tash nuk e di si ju mundi ëndra të jeni më të mëdha. Flasim për realitetin e komunës. Lidhje me këtë. Lista për tus ka hi me sinqeritet të plot lidhje me këtë projekt. Jemi këtë vetëdijshëm që ftesa ka qenë të jemi të marrim maksimalën
e asaj që është kompetenca territor buxhet. Kemi arritur një gjë që t'i kthejmë disa territore që nuk i kishim më parë, që në marrëveshjen e nënshkruar që të gjithë e dimë ishin humbur. Kemi lënë hapësirë që t'i kthejmë disa territore tjera. Kemi punuar gjithë më duket edhe këta dy që larguan në mënyrë të ndershme që të arritet ajo maksimale që nesër të jemi i shkallë më lart apo më afër asaj që është komuna e pavarur. Nëse duam ne kemi krijuar i mundësi ligjore që rinia jonë të punësohen, të fillojnë të zhvillohen, të krijojnë familje, të hapim vende të reja të punët që është ajo më rëndësi që nuk e kemi me këtë ligj. Kjo nuk është gjë tjetër vetëm një hap me afër asaj që ne është aspirata jonë e gjithë neve për që jemi edhe themelua, se ne pak a shumë për një parti përveç Nikollit jem tash unionin nuk është këtë iniciativë qytetare fillestare, vetëm të themi edhe këtë gjë. Edhe unë isha i prekupuar se cilat hapu po i marrim. Kam kontaktuar me ekspertë jashtëm, kam kontaktuar me njerëz që janë vllaznit e mi, edhe pse jetojnë në Kosovë, cilët merren me këtë çështje si e kanë jetike, ata më kanë thënë se kjo është afirmative, përputhshme me kartën evropiane të veçërisë lokale. Nuk e di se do të kemi problem të kaloj apo jo. Do të jetë handicap i madh nëse socialdemokrat edhe pozitiv na mos të përkrahin. Do të jetë shumë një gabim i madh që ne mos e napin edhe shkallën që ne nesër të vendosim vetëm a duam të jetojmë Podgorica jo. Është fati ynë i tillë se jemi afër Podgoricës, tha zoti Gojçi shumë mirë. Edhe rrethana të tilla politike na kanë detyruar që ne më vërtet ta fitojmë komunën e plot. Por besojmë se ne kemi ardhur në atë moment që me këtë arritje nëse kalon, inshallah kalon. Edhe jam i bindur se kam hi pa as i far interesit politik, as i far lojnet, por me sinqeritet jam i bindur se kjo është gjë e mirë për shqiptar në malësi e ku jetojmë. Nëse kalon, do të jem shumë afër asaj që është komunë e plot dhe me një referendum që ne do të organizojmë, se e kem thënë 100 herë, do të organizojmë në territorin që ne disponojmë me buxhetin që ne kemi, do të komisionin ton me çdo gjë që prandaj gjithë aty ekspertave që jetojnë jashtë, napin dyshime të kota dhe futin konfuzion, mos i futni konfuzion popullit në këtë moment kur na duhet uniteti, jeni ty e gabua shumë, po ta them me sinqeritet plot, po na nef në përkrahje që të krijojmë atë shkallën tonë, atë shkallën që do të jetë kapshëm nesër komuna e plot, mos mesi me këtë komunë urbane edhe 4 vite. Nëse mesi me komunë urbane 4 vite, nuk e di fatin e malësisë më pas. Po zoti Camaj. Po thuaj se janë shterë të gjitha gjërat e reja për të thënë, por megjithatë në përfundim duhet të thonë se ose përsërit ajo që thuhet tash sa herë, ne kemi dha kontributi që të jetë teksti sa më i mirë, është fakt. Por unë shoh një defekt në komunikim se ose s'doni ta merrni vesh ose nuk mund ta merrni vesh, se në mes të pranimit dhe përkrahjes ka diferencë të madhe. Dhe ne asnjëherë nuk kemi thënë se realitetin se ta pranojmë, se s'kem forcë të mos e pranojmë. Por ta përkrahjesh është diçka tjetër. Kjo përkrahje nuk ka kulturë të hecin nga subjektet shqiptare. Dhe në moment që është hetuar ajo përkrahje, ne jemi tërhiq. Në moment kur jemi tërhiq, për hir të korrektesë dhe për hir të atyre që kanë përcjellë këta emisionet, e di se sulmin më të madh kanë pas për zotrimin nga alternativa. Më të ata që kanë pa, më të se faktikisht e prisha unitetin, mos të ndonjë fjalë më të ranë, por prapë them, kem prish, edhe jam krenar nëse aprish një unitet i cili është dash gjithë vetë na çojë në një mendësi që ne jemi të kënaqur me zgjedhjes të mbetemi pjesë e këtij qytetit. Pra, unë besoj se kam qenë rrugën me ata që zotrive t'u tregojmë dhe të mundemi haptas me tonë se ne nuk jemi të kënaqur me atë një mendësi se malësia dhe banorët e malësisë nuk janë të kënaqur me atë një mendësi, spaku di pjesë e saj, dhe se janë të interesuar për një zgjedhje tjetër. Për këtë moment zotërinjt, edhe me kontributin tonë, du të vlerësoj se kanë bërë më shumë të kësaj për këtë brendisë ligjore. Edhe tha që edhe dikon. Nuk do të dyshoj se dikush e ka bën për ndonjë pozicionim, kush e di se çka për veten apo për partinë, por e kanë kuptuar se është më mirë ashtu. Dhe s'ka gjë të keq. Po pse ka diçka të keq që unë jam larguar? Dhe unë edhe Vasilit në një bisedë private dje kam thënë e kishe pa mush tepër. E kishe pasur grykën tepër topit me deklaratën që ka dalë, se s'ke vend, nuk ka hapësirë që të mbëllësh dyert se ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Pa marrë parasysh është kjo situata, ne nesër kemi nevojë për ulje. Edhe unë bajagia kam ul, është dash përgjigj, por shumë më poshtë, domethënë është ul gryka. Dhe vim tek kjo. Pra, në qoftë se zotrin
kanë mundësi, duhet të them se kanë mundësi, sepse jam I bindur tash Muhamedi tha për Fadilin, ne s'kem problem me bazën se ne na prekrahin, nuk e di se ku keni pyet, po hajtë se po u besojmë. Unë e di se zoti Sinishtaj, edhe në bazën e vet, edhe në kryesinë e vet, ka lëkundje, ka të pakënaqur. E di se ka pas edhe zoti Gjeloshaj në bazën e vet shumë pakënaqur, se ka pas të interesuar mirë. Në bazën e vet s'ka hiç. Për këtë në nënshkrua dhe për kunda në nënshkrimit. Nuk kam informacione direkte, domethënë kisha më shpirt, por më falet, e përfundoj, domethënë ai është realiteti. Se e di se I kam pasur edhe unë. Pra nuk janë imun, nuk mund të jenë imun as zotërin që të jenë unanim për jo ose unanim për po. Lidhja Demokratike ka pasur edhe pika programore, por vetëm ka shërbyer dhe është unanim për po. Pra, me qenë se këta e dinë si ka situatën me Semirit. Formalisht, të gjithë ta mund të tërhiqen. Pra, mos t'i japin përkrahje. Të llobojnë atë çka don, por mos t'i japin përkrahje, që ne të krijojmë një blok të ri, një blok që do të përmend subjektet shqiptare, që mos të vinë dikush nga godit prej anët për me shko subjektet shqiptare bashk. Dhe të insistojmë në organizimin e referendumit. Ka mundësi që ky ligj do të kalojë, të po shkojmë në këtë zgjedhje. Megjithëse unë ju them, ky ligj I ka shansa shumë të vogla me kalua, çka duam pastaj. Pra, varianti rezervë është më mirë që të rrim besnik një kërkesë dhe nëse është nevoja një hap mrapa për të marrur një turp çka thohet, se është më mirë qoftë edhe komunë urbane pa pëlqimin ton, se një komunë e tillë me përkrahje, me pëlqim dhe me angazhimin ton. Ky është mesazhi, edhe unë e besoj, se nuk është vonë të bisedohet që të bashkohet të forca të angazhohen për ata që keni pikë programore kryesore, zoti Vasel, dhe I informuar enkas për ata. E kryejmë në deri fund. Edhe zoti Nikzeli. Jo kur mendoni ju askur. Ktu ju presim, nuk mund ta dish se ku mendoj se ne unë thash. Ky subjekt që nga këtu e pash diku një gazet. 90. Jo, diçka pak më herët kanë nis disa aktivitete. Jo, 90. E di, por aktivitetet individuale kanë filluar shumë më herët. Nëse s'ka rëndësi, ka shkrime këtu që takime me Kostiqe, më pa ardhur bile pluralizmi që dikush u ka rezistuar disa ja këtu është. Shumë pas kërkimit ndihmon. Që nga kjo kohë, domethënë 16 shkurt 1919. Por që nga 9 shtatori 19-s, pra jemi aty, kemi dhënë kontributin ton në shumë drejtime. Ju mundoheni edhe bëni çmosin, edhe këtu, edhe herëve tjera, edhe në opinion, edhe aty ku keni influencën që ta minimalizoni. Jo vetëm ju vetëm, po të tjerët, por veprimtaria e Lidhjes Demokratike nuk mund të fshehet. Jo, është evidente, nuk ka arrit Lidhja Demokratike, aty kanë. Nuk ka arrit Lidhja Demokratike kalojnë amandamentet. Pse nuk arritën dje Partia Shqiptare që janë edhe në pushtet? Nuk I siguron amandamentet as dje. Pra nuk ka faj Mehmet Bardhi nëse s'ka kaluar amandamentet. Ai ka punuar aq sa ka di. Lidhja Demokratike nuk I ka arrit objektivat e veta. Pse si ka arrit? Vetëm për arsye se ka pas forcën politike edhe zonin që është dashur me pas një subjekt, sikurse ka pas zoti Dinosha me 96-7, apo sikurse ka pas iniciativa me 2006, me 10 vjet pas aty. Lidhja Demokratike I ka munguar ky zon. Pse? Sepse natyrisht masa I ka besuar një parolë me 2006. Pse iniciativa me 2006 për kjo? Po I formuar pra për me zgjedhjes në komunë. Bashku kemi vepruar. Absolutisht, po pra forcë enkas për këtë. Dhe jemi këtu ku jemi. Kjo që afrohet sot nuk është ajo. Dhe ju lutem, mos ma kontestoni ata që unë kam të drejtë. Me thonë se nuk e përkrahi, realitetin e pranoj se s'kam qiella nalt e toka forte, s'kam shabaj. Por unë nuk atë si rezervë, por unë po të pyes kur mund ta presim atë referendum sipas jush. Unë e besoj, Vasel, me qenë se shkruajtja e mort rolin jam, do të përgjigj se kam rolin tuaj, dash më fal vetëm një sekond. Ashtu pak ky proces, mu për faktin se dikush ka shkuar në bisedime për diçka tjetër dhe ka lënë këto për çka është dashur të shkojë, e për çka është dashur të bisedohet. Pra, me këta ashtu pak, nuk besoj se zhduk, por i vitit 2013 kanë skaduar me kohë. Absolutisht, por kanë pas një premtimit. Jo, bisedimet kanë filluar më herët, Vasel. Ju e dini fort mirë, bisedimet kanë filluar më herët, nuk kanë filluar në dhjetor as në janar. Lutem. Unë besoj se dikur Zoti Goqja do t'i publikojnë. I falem. Zgjatim pak më tepër. Prej premtimeve që të latuash për në fund. Çështjen e themelimit të komunës mendoj se nuk duhet ta kalojmë në politik. Sepse nëse politizojmë çështjen e emërcisë, komunës, territorit, shqiptarëve, autokton shqiptarë nëse I bien pikpyetje përmes politiket apo negociatave politike, kam frikë se do të bëjmë gabime historike, të cilat ndalme nuk mund të ndryshojnë. Andaj propozimi im është se këto subjekte, këta persona, se pak a shumë këta kanë filluar së bashku të kërkojnë komunën, të negociojnë në drejtim,
të shohin ato pikat e tyre, cilat janë ato të përbashkëta, cilat i bashkojnë, dhe ato cilat i dallojnë apo i largojnë prej njëra tjetrës, dhe të fillojnë të bashkohen, të kenë një platformë tyre të përbashkët, në bashkëpunim me diasporë, koordinim me ta, dhe të vazhdojnë dhe të kërkojnë ata të cilën unë jam i bindur se gjithë cilët janë këtu prezent, janë për komunën e Malësisë, dhe me thënë komunën Veceverisë, se mos t'i themi komunë të plot, dhe kjo është e vetëm alternativë, dhe me thënë nuk ka kur farë tjetër përpos komunet. Mënyra prej deri arritja e komunës, unë thaç edhe më parë se mos përsëriten, janë disa mënyra. Mënyra më e lehtë dhe më e shpejtë është të shkojmë në propozim të ri lizi mbi organizim territorial dhe më një herë themelohet komuna e Malësisë siç është bërë me komunën e Petnicë, por e shohim se nuk ekziston ai vullnet politik, duhet pasur kujdes edhe në çështje. Këtu përpost se janë politika lokale, i kemi disa politika në nivelin e Malit të Zi, me qenë se Mali Zi është pranë integrimeve, NATO integrimeve. Integrimet të NATO janë shumë të rëndësishme për këtë qytet, por janë të rëndësishme për krejt Amerikën, por ta dini edhe Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin përkrahin atyre të cilët janë për integrime në NATO, sepse integrimet të NATO për shihni ju vetë shpalli edhe gati themi luftën qytetare në Ukrainë edhe disa shtete, do me thënë shtete tjera, do me thënë këtu duhet parë këto bloqe cilat janë perëndimore dhe cilat janë, do me thënë, pro lindore apo diçka tjetër, kështu që i kemi këto politika cilat janë pak më të nivel pak më të lartë ndërkombëtar, edhe këto marrëdhënie ndërkombëtare, të cilat kanë një herë kanë reperkusione ndoshta negative edhe për ne këtu si qytetar. Po si do kjo përfundimi për qytetarët ta. Për qytetar do të thënë s'ka, komuna është minimum i gjitha minimumeve, duhet të themelojë komunën këta persona të cilët janë politikan. Kemi politikan me përvojë, disa prej tyre marrin pjesë në qeverinë e Malit të Zi, të zgjajnë mënyrën që të merren vesh me njëri tjetrin, të rrinë, sepse këta edhe shoqërohen janë të gjithë në kuvendin komunal, domethënë pak a shumë të komunës urbane të Tuzit, të ta zgjajnë zgjidhje më të mirë, sepse s'ka kaluar gjithë koha, nëse se kum kuptuar, sepse ky ligj ende s'ka kaluar, dhe nëse është nevoja për mes amendmenteve kemi edhe deputet shqiptarë në parlament të veprohet në drejtim që të ndrohet ata të cilat nuk kanë shtën përputhshmëri me asaj çka i thon, siç e kemi thënë ne komunë plot. Vetëm em nështë ka me t'i pa definuar, ata nuk e din zoti Gjeloshaj, ai thot strikt Malësia, na disa jemi lista për tuz. Kur rrin kompromisi, kur rrin biseda, ato nuk janë zgjidhje kundra Malësisë. Normal se nuk jem as Tuzit, andaj shkojnë Malësia. Nuk e di zoti Gjeloshaj për hirtin nuk e di. Zdiku kanë to, zdiku është qëllimi i tij për hir të një kompromisi ku mund të arritet si, domethënë jemi hapur për bisedime, në fund të fundit është referendumi, nëse nuk bëhet referendumi, a do të jetë Tuzë, a do të jetë Malësia, apo Tuzë Malësia, apo Malësia Tuzë, kjo është çështje që populli ka me vendos, por e mira do të jetë për emër të gjëra të caktuara. Unë sigurisht nuk jam për ata që ti imponohet njëra palë si tres palë. Mund ta pagzojmë ne, domethënë. Ata që janë për komunë Tuzë, janë për komunë Malësi. Po, një historia si Malësi. Atëherë ne s'na edhe për Tuzë edhe Tuzë po është kompromis, Malësia Tuzë. Para Malësi bla Tuzë. Kemi diçka tjetër për të shkruar. Duke udhëtuar për Kosovë, dua një fjali t'ju shtoj. Më ka shkuar ndërmend që ne s'po mund të bëjmë një platformë përbashkë shqiptare. Shumë afër jam. Hajde ti kyçim shqiptarët që i kemi në subjekte proqytetare. T'i japin ata një platformë që guxojnë t'ia thonë liderit vet politik për politikën shqiptare vendore dhe nivel shtetit. Dhe ti parandalojmë që mos na marrin votat në shumicën të ardhmen në zgjedhjet siç nollt ne. Ajo është një mendim e besoj real, po ajt provojmë shumë shpejt ban një unitet toni në një platformë përbashkë. Është déjà vu, i thotë. Ne shpresojmë me më të mirën, shpresojmë që kemi qenë sa më të qartë për të gjithë teleshikuesit tanë të cilët na kanë ndjekur për të njohur me këtë situatë, për të njohur me çështjen e komunës. Ju falenderoj shumë për kohën, ndoshta koha ka qenë pak sa edhe e zgjatur për të gjithë teleshikuesit tanë, gjithsesi shpresojmë që kemi arritur më të mirën për të kuptuar se ku jemi dhe ku do të jemi. Faleminderit, shpresoj që të bëhet më e mira për Malësinë. Faleminderit që ishit me ne. Të dashur miq, faleminderit që na shoqëruat.